Gjulin, me Arta Bajramin, Mimoza Mustafën, Blerona Zeqiren, kone kom pas tjetër. Edhe deputete? Po. Bojna? Po. E sot bja me punu me ftyrat publike? Shumë. Me pak me emra nëse nuk e kanë problem, ata që e kanë problem, s'pi përmenim, këta që se kanë problem që e dinën që i bojnë, se po du me ditë cila është ma e letë me punu me ta. O, për mu krejt janë të leta, ëmbëlsira. Krejt janë të mira, me krejt kuptona shumë letë. Gjulin, me Arta Bajramin, Mimoza Mustafën, Blerona Zeqiren, kone kom pas tjetër, që dhe në kom mujtë me qitë, s'po di, ti ka pas shumë, ose që muj me ja të regu emrat ka, po dhe e kanë... Ma private, është normal, nështë edhe nuk dojnë... Vrehen që kanë diçka, po prej çështjeve politike të punës nuk kanë qef ose nuk bojnë marketing. Edhe deputete? Po. Bojna? Po, diçka mirë mbajtje bojnë krejt. Çka kanë qef të deputetet me bote? Pas parasysh që bus nuk ja u vrejna fort, në duket te pjesa e busve ma kursehen me veten. Po, kursehen, në disa raste po e vërtet është që kursehen, po ndodh botoksin e kanë, kështu të standarte, bojnë gjithë. S'kanë qore, sa ata me shme ftyrë flasin. Po, më rollen ka herë, e pëlle mos mi pa që në shumë nervoz. Mos më vrejt. Po, botoksin e bojnë, zakonisht. Bojnë edhe mirë mbajtje skin booster, ma shumë, preferojnë edhe vetë ja u preferoj. Skin booster t'jep shumë shkëlqem, t'jep shumë volum në disa vendit ftyrës, jo sa filleri, po është shumë mirë mbajtje mirë. Për mu, një ndejnë 10 merë skin booster. Apo pagujnë ftyrat publike, se ju ka dojnë zane që shkojnë dikon, i kryjnë krejt qka dëshëran me kryjë dhe fund pagujnë kujgju. Mbaret nëse ki marrëveshje për marketing, ndodhë që ti vete ke thirë për marketing edhe të vynë qajo reklama me ta, por nëse nuk e keftu për marketing edhe të ka ndodhë që pagesën e kanë marrë prej një klinikës tjetër po kanë marrë të ti. Ka ndodhë dhe ajo që reklamën ja kanë bo një klinikës tjetër, po mbushjen e kanë bo të ti. Dhe me thonë, të ti janë mush, për bjenë, të ti kështë tjetër janë më pagu. Po. Edhe që është që kësam për ty, se për ty do të më konë shumë ma e mirë në ashta. Në një anë është e mirë, po në një anë puna jem, po i bëhet marketing në një klinikës tjetër, po unë i kom teknikat e mija. Edhe unë e vrej edhe me shoqet e mija, shoqet që qikat që më rrethojnë, kur takohen me qikat e tjera, dhe më thonë, ballë për ballë, unë e di prej cilës klinik jetuar ti. Prej formës të buzës, unë e di 1.000.000% cila prej doktoreshave të ka punu. Kështu që e di pak... Qikat e din edhe për teknikat e mija. Unë përdori teknika tjera, injeksione tjera, fillera tjera, krejt sanat unë i kom unik. Teknikat e mija shumë pak në Kosovë përdore. Në është ta 1-2 vetë, mu konë që përdorim, punojmë me teknikat e njëjta. Wow, okej, interesant. Pas në marrë me të provu. Kështu të më thonë këta është tasho, Arjanita është ka me i ftyrës komplet. Ju s'keni me avrejt ndryshime. S'ka më vrejta. Se di pse më që unë e kam ftyrën të për të holla, ashtu. Na jemi të vogla. Po, se në kameri do këm të mdhaja. Na jemi të vogla. Mu sa rast e ka që shtu që kur më shojnë dëna që ka që vogleja. Shka me vota shtë. 1.60 bre? 1.60. Fix, do më thonë qatë të jam me dhone. Më po më interesan shka ke bote vetja. Se diqysh më mirë me shtë sanda, më së bukur që më vetën. Të vetja jam është i vetë një sanë që e bëjnë skin booster. Dhe më thonë veç? Po, edhe ato, dhe më thonë e bëjnë në qëtë zonë shumë, për shkak që kam shumë ndryshime hormonale prej stresit, edhe në qëtë zonë po e bëj hidrodeluxin, skin booster, në varet cilin skin booster kam vendos me bëj një mas një, se ka disa lloje. Po skin booster bëj, kështu që për filler dhe botox nuk kam vendos hala, se po menoj që volumin e mollzave të gjollojnë të kom mirë hala, edhe na i det, buzë të më doken mjaftueshëm, nuk kam qef me të pru. Sikur të vetja edhe klientave të njëjtat fjalë, ju them që unë i kam në lokal fillerat, nuk po i bëj, pse po të prohesh ti, pse po dën me kalu limitin. Pse po dën me dalë po, pse po dën me u bë diçka krejt tjetër. Kështu që sikur për veten i kurse edhe klientat.